Hera e parë që provova pilafin me orizë dhe me thjerza bashkë ishte kur kisha shkuar në Egjipt tek Vjera, edhe që atëherë e bëj edhe unë këtë recetë dhe më pëlqen shumë. Si shikoni, unë hodha një gotë me orizë dhe thjerza, i kisha të trazuara bashkë, edhe ka 1-2, siç e ka tamam pilafi që e bëjmë thjesht vetëm me orizë. I hodha krip, piper të zi, tamerik, edhe e ula deri në fund të flakën që të valoj me flak të avashtë. Unë e shoqërova me salmon, edhe ndaje edhe të përgatit edhe salmonin, si shikoni. Tani për pilafin dua t'u them se shumë më pyesni kur kisha postuar prapë që në qoftë se bëjnë thjerzat kafe, nuk bëjnë, se këto thjerzat e kuqja janë të ndara në mes edhe kanë të njëjtën kohë zierje bashkë me orizin. Në qoftë se i hini thjerza kafe, nuk zien një kohësisht, orizi do t'u ziejë edhe thjerzat kafe do ngelen pa zier. Ndaj edhe duen këto thjerzat e kuqja që janë të ndara në mes. E shoqërojmë edhe me salmon dhe është perfekt.